Hej qika, dje kom thonë që kom me prezentu një produkt alternativ të retinolit. Është ky serumi prej Equal Berry Bakuchiol Plumping Serum. Me nëzjam sova emrin. Bakuchiol është përmbajtje e nxjerrur prej farave të bimës bakuqi. Edhe bakuqi po u përdor kë shumë në mjekësinë tradicionale në Kinë. Është alternativ shumë e butë e retinolit, se nuk ta irriton ftyrën edhe nuk ka përmbajtje tjera kemikale, është kështu taman plant-based. Mas shumti përdoret prej qikave në të nizetat, edhe prej ftyrave të thata edhe sensitive. Unë e kom ftyrën këgja të thatë, për çet arsye retinoli nuk e di, ka njerë veç ma thënë zemrën, se këgja ma irriton ftyrën, po jem kam pëlqen tjetër te që ky serum është definitivisht shishja, tepër e bukur, kur seruma të bukur s'kam pas, po tjetra është që ta lën ftyrën tepër të shkëlqyshme, edhe veç ta hidraton, domethënë retinoli den me ta lën ftyrën shumë të thatë, motra binake e retinolit, veç ma e butë, ajo është agresivja, kjo është e buta, definitivisht, ta lën ftyrën tepër të hidratume, edhe veç nuk të ngjitet ç'është ta lën retinoli. Nëse keni ndonjë pyetje rreth produktit, lirësh shkruajmë në komente, edhe çka do që muj me ju përgjigj, kam informata me shumë dashni ju përgjigjna. Tong!